Ja, se u takum për shokën ose Qa u takum kur ke filluar të bësh tërë ato gjeste, ta kishe këput Olës. E kishe lëmë bëfra, gjugja është, me i shkutë Ja, se unë ka respektu, e kam respektu. Qa respekt e bro, man. Unë e kam ma Unë qaj ndovi të burgu Firit atje, ja këputën plan direkt në fytyrë. Guç, kena harta një me i moment tjetës, ti ke bo gjitha të Olës, të kuptoj, Olës, edhe unë për shikoj. Gjo vlajnë pak të flasim, ti ke bo gjitha të Olës, unë të kuptoj, edhe unë për shikoj Unë kam bo gjitha të Mora lajmë për 4 javë të bëjmë baba me djarë. Ma dhe shalat u shtosh. Amin, inshallah. Po jo me shati nga ropte nga motrat, pa të bërë gjenje riu e me lo skemo me njëri. Bojt fjallë që s'du të më ushaj, po thëmë që... Si e prit e ti ati në Barcelonë, ashtu e prita dhe unë në Fier, se meri me anë njëzve të mi, po kur në pa live me Alex Vishin, mua e kuptoj që do i ndovte diçka, e ndovin paranoja, erdi derte ure brostarit para se unë u fut në Fier, e bëri si kur e ha Gucci të erva në Fier unë tyja. E di, si kam pak të gjëma për zonë, Po kishte ndodh një lojë fuqishme, 100 lekë ishte hedh për ku shpiton në një lojë këtu jo. Si vdet legjenda me kode. Në shpin 100.000 pikë këtu fiton lojë fuqishme. E kisha bërë unë atë lojë me organizim. Kisha los një lojë për 100k pikë, po problemi është që s'mi je. Direct my back. White Banks, jam i let me u marrë penga, Olsi. Jena myt në përburgje, Guço. Jena knaq. Edhe burgu është pjesë e jetës o Olsi. Kena kalu shumë gjona ne. Është një gjallë. Tani o Guç do të më bëjë burgu me i let që ta jep Zoti Olsi. Mere nga një njeri që ka bërë shumë burg. Burgu me i let që të le Zoti të bësh. E ti si ta hap rrugën Zotin atë burg, vlo. Ti fua që burg. Di qa Je me haku tënde, e me të drejtën tënde, është burgu me i let që mund të bësh, edhe është si medalion, vlo. është burg medalioni. Ikën burgu flak, ashtu. Tikën burgu flak, është burg medalioni. Edhe bësh me i zgjuar e me i rëzishëm. Ta thot flaj. Po, është gjë e bukur me vazhdu jetën, po tani, ne i kemi hyrë një farë roli rrugë. O Guç, i ke dhonë provat një jetë. Po unë nuk kam vënë asnjë provë deri tani. Ke për TikTokun o vlla. Kena shok për bashkë. Ke jetu, ke rreziku, ke bo. Tani o vlla është ke hyrë në një cikël tjetër. Unë deri tani vetëm jam mbrojtur. Nuk kam hedhë grushtin akoma. Po e di, o Guç, unë e di se Flasim realitet. Edhe të kam taku, e di se qa ti bje. Unë vetëm jam stokuar. Më mirë rri i qetë, shmangi, se përfundimi jo ti po dole me gjujt, do e kesh përfundimin të kesh për vetë date, se njerëzve normal, unë e di që kalot truni edhe s'bo më mrapsh. Po pse me hik dom, për qa me hik dom, o vlla. Për qa me hik dom. Vetëm TikToku shqiptarë, o vllai, vetëm neve ngjojmë kështu gjonash. Se t'hujt rrinë bëjnë TikTok të allin trapin, o vlla. T'hujt bëjnë shaka. Interesante, Olsi. Vetëm ne bëjmë kështu. E ka bërë TikTokun interesante që kur ke parë ndonjëherë të hidhen 100k pikë në lojë big match, janë hedhë 100.000 pikë. Po bëhet interesante. Po ti edhe po e fitove atë lojë, nuk i merr. Mirë tek unë hovë 400k pikë. Tek unë ta garantoj janë hedhë 400-500k tek unë. Po bëhet interesante sepse nga 100k do kaloj një ditë, do vej 200-300k, 1 milion pikë. Po bëhet interesante, vlla. Për 1 milion pikë, shkruaj një 10 emra tiktokjerë dhe të marrë punë. Për sotin jam gati tani.
Jam gati tani, vlla. Ne kishim bëj grup futbolli. Por nuk është ndonjë gjë e madhe, vlla. Nuk është ndonjë gjë e madhe, ti e di vet. Pa. Kaq e vlla, ç'a duhet? 1 minutë gjys. Qa 2 minutë e gjys, 10 sekonda punë. 1 minutë. Ore, të shkosh, të marrosh punë e pikësh të vërë. Një snipe të herë treshi me 100 ka pik vajte 300.000. Ku fiton do të kundërshtari kundra aq pik? Nuk. Sotin po ta them. Jere që. Por mbriti aty vëlla mendoj sikur ai se s'do i ndodhte ndonjë gjë, vëlla. I ka lënë tjetri 5 gishta në fytyrë. 5 gishta në fytyrë ka ngrënë e i ka lënë vull 5 gishta, se ai duket është tipi kuq. E di si është skuq fytyra në 5. Guxha, unë të rrej shneve, Guxha, je i lezetshëm, kam respekt. Vetëm du të shoh mirë edhe sa më lartë. Edhe unë po provoj të i futem muzikës. Jepi muzikës, je vllaj, merr ai koncert. Kam bërë një tekst të orës, po është jetë reale që të shëndovim vërtet, vëlla. Dëgjoj pak. O Gji. Ha, Gji, fole, Gji. Qa do bëjmë, Gji? Do bëjmë bie të se lagjes, shesim pika në për mace, ngorv një nga macet nga ushqimi që i jep, ngrihet vlerë e telefonit mbi 300 lek. Këtë gjuar ti kur të ngorv macja nga ushqimi, qa ushqimi ke, vëlla? I ke ullë. Ne çunat e Londrës nuk i përziem shumë ushqimet, vëlla. Ne puro. Atje vi i përzim direkt, më s'kena me përzim. Jo, kur ke kusho si unë rëp të shpisë, fam. Sidomos kur vjen me ato gomonen aty që e mbante pak ajo e zeza që e mbulonte mbas paketimit. Gomoni, ajo është e mirë, e? Ja vjen që mos lagët atë vllai, se e sillin me ujë, po ne. Fot shoku. O Gji, vjen me ujë ajo o Guço edhe për ne i vej edhe gomoni. Kupton? Fot shoku tani, o Gji, po s'kemi ushqim. I fot Gyçi. Njofa një djalë nga Elbasani. Isha brenda në burg, njofa një djalë nga Elbasani. Më fat parën e ke falmi, dytën e ke me lek, tretën ke me tregu sa i vërtet. Kupton ti? O, këmë vdish, la. Ika Guço, ik për shafër. Ku do ikësh pa për lojë? Hajde bëjmë i lojë. Qa kemi Po mref, jam i dovët, Ha? Jam i dovët, unë s'kam lujt. S'kam hy, kam hy rrallë. Pa në vërtetën, Olsi, ne dy më të vërtetit që jemi në këtë platformë në lanë tërë vetëm. Në kalon vetëm, nuk kena bëj gjujtje në o Guço. Jo, unë kam bërë të vërtetën, po këto kohë të fundit në këtë platformë vetëm jam mbrojtur. Po qa po thëmë, po leja ato, kanë hikë qa kena bo atërë, o Guço, tani o shok. Është punë interesante kjo rrugë e gangsterit, vllase. Harron tjetri Gyçi feri 10 veta në përbulje. Po mund kem thënë o Guço, sa herë që zgjohesh në mëngjes, duhet të jetosh. Po njerëzit harrop se sa më qysh ka qenë ai. Këtë jetë gangsteri është sikur duhet bësh në një gjujtje çdo ditë o çdo javë, që të fon njerëzit. Çdo ditë o vllai, po kalovi 3 ditë s'quhet. Unë me Olsin gjithmonë kam dhënë live, bro. Po erdha do tani në Londër, do vi të takoj. Mirë se të vish, Ols, të takoj për Do zonë. vi të takoj për shërë. Se kam Klevja do ndodhin probleme po erdhi Klevja për koncert në Londër. Është erdhi në Londër, po besoj se ka vesh shok këti. Po ja, më kesh. Klevja ka po besoj se vi për Londër, se s'ka. Klevja ka sharë Hellbenians, shalë vinzi nga motra. Hellbenians akoma. Ka hekrin nga parkimi që akoma do të vinte në Dubai me kap Klevja.
Grupi OTR është një nga grupet më të fuqishme në Angli, vlla, që mund të jenë mbi 300 veta në South London. Unë jam nga Northi, ata janë nga jugu. Unë jam nga veriu i Anglisë, ata janë nga jugu. Klevi është i paprekshëm o Guxho. Mirë, vlla. Po të tham të jetë keq. Po Jetë bodyguard. Por shok, muhabeti është këto grupet, a kanë shtëpia në Shqipëri? Por nuk është në një gjë për ata, se nuk e mendoj dy herë, po këta për njëri tjetrin A di si bën në Shqipëri o Guxho kështu? po më kupton ty, vlla. Këta edhe të urrejnë njëri tjetrin. Fishek zjarre për zotin. Këta edhe të urrejnë Se njëri fishek tjetrin. zjarre për Guxho si për vitrin. Ore ndovin fishek zjarre, po. Ka kërcit atëre ku ka qenë halli hall, po sot o Guxho bëhet fjalë vetëm trupi milionerë. Vetëm trup. Vërtetën është gjë e rrezikshme me fishek zjarre ashtu se në 2026 në fishek zjarre. Për zotin, gjovllajn tat. I ka hull fishek zjarre ku ka qenë halli hall. Tani 1 milion euro vetëm trup. Ose unë të 500 që vajta para 3 javëve. Ja bo kështu ai. Ja bo kështu. Plasi i fishek zjarre, ta mban. Por si, a do të tregoj llogaritë e bankës jam të 500 që unë, po. Besoj të kanë treguar të çu. E di më se kanë pa, po. Ti hudhe sa ishte. E ka pa 500 që nuk vetëm brenda një lëvizje, vlla. Priti tani, vlla, sa të më lirojnë pak ato të Francës, e keme pati. Problemi që më ka zënë meraku madh mua, e di ku më ka zënë meraku e ankthi, se ka marrë vesh do ndodhi diçka këtë muaj. Edhe ka merak se do thonë që ja bëra unë. Aty është meraku i. Largohu ti. Unë po rri live 24 orë. Në për kamera, mos liz. Po, seriozisht do. Këta mund të kemë probleme me njëri tjetrin, po për njëri tjetrin japi shpirt e lën shpirt, kur vjen te tipa si Kleve unë. E di si bashkohen. Po, det me pam, o Guxho, nuk është puna e nes cigaren ti e pi. Duhet dish se kjo cigare të dëmton. Ore, mira e cigaret dëmton, se mbasë mund të ishi. Gjo këtu, gjithmonë kur e nis i diçka duhet dish funin. Se si del, se fillim e njëshin gjithë. Por si, mirë cigareja jote mund dëmtoj se të heq 5 minuta nga jeta, qa thot doktori. Po e diti cigareja e çunave që jemi rritë te në Londër ka një faroj Sprite që as nuk dalloj, e të respekton tjetri me infrakt në zemër diri. Ke parti. Por më gjë vllajnë tatë. Janë sa cigare që nuk bësh, nuk dhesh more. Po unë fitili. Po flasim te spicy tan. Po unë fitili nuk ka kthim more. I do Guxho. Do vi Klevi o Klevës. Do vi Klevi asa të marrë. Se vajti audiencat 1000 sa veta. Që du më rëve i ka përse këta janë audienca. Lojra, që do të bëjmë? Marrë në qarë kjo dhe audienca, se maj do të dhe dhe në Si nga harroj Klevi o nërë. Po pse të harroj? Nga harroj me rë shpi imaginojrë. Sidomos tani që Klevi ka kap 1 milion unë me 500.000, disa të rrezikshëm ishin bërë në live. 1 milion thutir, 1 milion vetëm shuar në trup. 1 milion trup. 1 milion në trup, jo kështu se kështu nuk dihet ku ka shku, vllai. Unë të vetëm trup, vllai. Se vetëm në Shqipëri unë rëp lushin asha për firit. Jo, ti të ka dash gjithmonë e bërë edhe kur ishim atëherë. Pa i këtë që më ka dash, rëp më berë jaq me nerva, gati e griva në burgun e firit, rëp. Se autakut më vërtet, autakut. Për zotin t'ishte qasur, të tërë shunat e pan t'ishte qasur dhe kisha lem vend. Që unë të dy në hobor, unë i plagos unë krah, hajde në qik këtu i fash. Dhe kisha lem unë të therët. Aq me nerva isha bërë mas sharës. Hë? Po si do ishe lënë vend, mëse? Gango është... E kisha put me majtë. Po si gango. Për zotin e kisha put dirë.
Po ti atëherë se kalove Po, mirë. të them një gjë, ashtu më fan telefon ai, fa, më mirë fue kështu në internet, fa, folëm telefon pas asaj. Po një gjë, nuk e dija që i kishte ndruar jetë babi Ramet, e qofti xhenetit. Po, me aq nerva sa mbëri, keq punë, rë. A u takut si shok, a u takut shumë? Se u takut me mishe me Jo, unë vajta të vizitoja Dajan aty, isha i plagosur. Në mëngjes, ndodhi edhe në Durrës, në mëngjes vajta në vizitë burgu Fieri. Që unë Klevjo në Rosje, po unë se dhja që Klevjo ishte për pushime. Unë ty të kam gjusë, që ke thonë atëre u takova me gango, më kalu mirë me kështu. Unë s'kam pëse më Klevjo, s'kam folë në e për të më. E di që të kam gjutë ty atëre që pa të thonë. Po e ke taku Klevjon apo fare? Se kam taku se s'kam shku Shqipëri. Dhe ta takoj besoj tani kur të vinë zvitë në zëri. Ka respektuar me ndonjë gjë? Ka respektu gjithë jetës, mo. Në qa du të më respektu? Respektin është reciprok. Më ka respektu e kam respektu. Jam tip që kërkoj unë bërëzër. A vërtet në rëp. Unë kur futesha në live e gjerë Klevjon me 700 veta rëp, dhe prap vetëm doja të rria me Klevjon, ishte si terapi rëp. Më mirë vëllai. Terapist Klevjo rëp. Po nxehet situata rëp. I ka qa kule minë rëp. Që ke për lufta, atë i goca. Ha? Që ke për lufta. Që në kam për luft? Po. Pas ka arë të lëri. Hajde provoj një në Londrën në vllai, shikoj qa luftë është. Kam unë shoke miqe, kam kushori atje. Ore ke shok e miq, po nuk ke shok e miq që janë aq feosa ke miqene sa jemi. A di ti qa do me thënë me bë lëvizje para 200 kamera? Guqo. Kam ca miq në Londër unë, që kanë ja 20 vjet atje. Po, vëlla. Ka qenë nga të parët. Ore kanë qenë nga të partë. Po, ke parti lëvizje para 200 kamerave, prap mos dije, mos të marri vesh kush. Jetën që ke boti në Londër, Guqo, e kena bo në Tiranë. Londra është me sopata. Me sopata? Tirana është me e keqe se Londra, Guqo. Ashtu duket Londra dy. Tirana është me e keqe. Është një nga ato gjërat që duhet ta jetosh që ta kuptosh, Olz. Nuk di ç'është ta shpjegoj. Po e di, po. E kam parasysh, e kam shok, kam miq, kanë tregu. Si për shembull kemi artista si BM që flasin për fishkullimin. Kush është BM? Këngëtari i BM, ku mendon se i ka marrë ato idetë e fishkullimit, kur dilte Gyçi me fishkullues? Kush është BM? E mirte vesh tërë zonën kur të nxirte Guçi fishkullimin. Kush është BM? Ka shumë këngë vëlla që mund dëgjosh historitë që del fishkulluesi. Ta thua bisht të ky Londra vrasin zezakët. Pa i ka bisht. Për mendimin tim, vendet më të rrezikshme janë Tirana, Athina. Je gabim vëlla, Londra. Po çaj Londra, Guqo.
Londra është shurë, Londra zjen shurë si në kohë është i kalamaj. U kena qenë kalamaj, u boshim 20 veta, u zishim. Ullaj, u bëhet fjallë, vjetë tjetëri, fup, quf. Shifemi, kur të mbrasin mu. Jo, atë zjemi, ato janë në botë dhe. Mirë, ndovin këto gjëra, mu ndovi një vrasje në Samoa aty. A diti brenda 2-3 javë, ndovin nga 2-3 nga 5 vrasje këti. Juve mendoni sikur ju mendoni sikur ne dalim vetëm me biçakun edhe 20 veta me biçaka e me baseball bata edhe aksidentalisht vdiq tjetri. Ore po them që po Sa vrasje kanë ndodhur me armë deri tani në Londër, sa ke qef. Futu tani në internet, vetëm këtë muaj mund t'jem vra 5 veta vetëm nga armë. Po e hanë fëmijët kot, aq shumë po gjuhen armët këtej që po e hanë fëmijë. Po e hanë fëmijë 4-5 vjeç plumaqor që po vdesin, po plagosen. Nuk është diçka që vetëm po ndodh, është diçka që ka ndodhur vit në vit. Këtë vit mund t'jem plagosur një 6-7 fëmijë aksidentalisht ku janë gjuajt armët. Nga 4 vjeç paralizuar fëmijët. Bëhet fjalë që janë 1 milion raca, edhe normal që do nolli, do dalin në një rrot kari, do vritet. 1 milion raca. Janë vrapur. 1 milion raca në Londër. Londra ketë 4.000. Kush janë grup? Kush janë më të fortë në Londër? Çfarë racë është më e fortë? Çfarë racë është më e fortë? Ore, ne, problemi e di qa është, orës. E di ku është problemi më i madh. Ne shqiptarët po pengohemi me brek të njëri tjetrit, vëlla. Kupton? Kush janë më të fortit në Londër, vëlla? Kush janë racë që marrin, që kanë më shumë? Ne shqiptarët po pengohemi me njëri tjetrin. Po pengohemi kot. Vëllai, po shqiptarët vjedhin njëri tjetrin në burg. Po e dim në mohabet. Po them kush racë është më e fortë. Unë pranaj rri vetëm. Raca më e fortë, e di kush është? Grupi më i fortë. Polica. Vetëm polica kanë bërë një 5 heqje, 10 heqje. Ha? Por e kanë bërë policat një 5 heqje rrobt. Kanë filluar policat po marrin, e di qysh bëjnë lota në sy ande nga Amerika. E di qysh bëjnë lotra në përsy në Amerikë. Që thot kanë bërë një lëvizje. Kanë filluar policat rrobt po vën lota në përsy. Policat e vëlla. Po mendova se më zori me hoq. 4 njerëz thot njoni këtu, ka pyet ChatGPT-n, për 10 muaj 4 njerëz janë vrarë në Londër me armë. 4 njerëz? Po, i ka thonë ChatGPT edhe i ka pyet. Ore, mos shikoti gjërat që po tregojnë kështu që nuk po jipen. E disa gjëra që nuk janë vënë. Si gjuhetja ime, u vanë për lajme në Londër, jo. Unë isha mes qendrës Londrës. Është e egër, orës, janë 4 milion banor. Ke parti del në errësirë ti, mirë unë e ti dukemi natën, po ka raca që as nuk shikohen. 10. Dikush këtu pe kontrolloj 59, ka ndodhur brenda 10 muaj. 12. Po burgjet, kush i kontrollon? Burgjet? O, olës, është bërë aq lëms situata vetëm burgje, vëlla kanë filluar po Në Francë i ke zënë me kështu, me banda. Në Francë qa ban, olës, është jo, më ketë kam aq ka ti pasi unë që ka filluar një lloj gjarpëri që nuk mirret vesh kush është kush ka çilin. Shiko qa kishte ndova ande vëlla që as nuk dua me përmend kushëri vet, kishte palos kushërinë e vet ande nga. Po mirë më bëra që halë Në mërgimit kushëri me vrap kushëri. Ajo është halë tjetër, nga po them. Vrasje
kriminalistike, jo kështu se vrasi kështu, nolla jo valla, se po vret vllai, po vret gruaja burrin, burri gruan, po them vrasje mafioze. Se kështu, E një gjë që ka puni, del vret 30 vjet dhe jashtë, po s'është dëgjoj pak të gjallës. Çdo lëvizje që është bërë në ato lloj lëndime që është bërë këtu në Londër, të tërë kapen, të gjithë janë të kapur e prapë rrezikojnë e provojnë çunat. Imagjinoj, të gjithë janë kapur, nuk ka asnjë njeri që ka dalë ka bërë një lëvizje që ka shpëtuar. Kapen edhe e luftojnë 1 vit, 2 vjet me përgjyqje që të dalin. Pra, pyetjen që po ai me që ka do bëj pyetje se i rrit në Londër. Po vëlla, kush është grupi më i rrezikshëm që ka ekzistuar në Londër dhe që është edhe sot, që ve gjoba, që paguajnë taksa lokale, gjona, ka kështu grupesh atje? Ore ka pat ata që na kishin e 500 vjet. Turq. Na kishin e shqiptar 500 vjet. Ata kanë qenë, kanë pasur kështu. Ata mund të kenë. Për shembull, në Francë shoku bone lokal ti. Cjellin letër ata, thënë do paguash taksë shoku që ta mbrojmë lokalin, ose do ta djegim. Se paguajte ti taksën, vjeta djegaj. A kupton? Atje në Londër ka kështu ekziston këto gjëra. Se unë për Francën çfarë di? Se ekziston Ols, po është një farë gjë që ka njerëz që po kapin më shumë. Si ta them aty. Ece ti me makinë, Ols. Bleve një makinë ti 200-300 mijë. Bum, vjen ta kput tjetëri makinën e vlla. E morë një 300 plus vetëm nga sigurimi i makinës. A e di sa janë shfrytzuar në përburgje. Futeshin këta barbonat në përburgje që nuk kanë shtëpia që flen rrugëve, që vetëm pinë të kuqe e pinë bidon. Te në burgë ata rrshkasin e posta. Djegje makinash e këto gjona, ata i bëjnë në burgë, drogaxhit. Ore Ols, ças ka ndodhur djegje makina, ka ndodhur gjojtje, ças ka ndodhur Olsi man. U doq të Londra atëherë valla. U ngritën 200.000 veta që dojgjën të Londrën. Ore po të famë është aq keq, nuk mund të qasesh. Mu Londra në Shqipëri tani kanë filluar moshat e reja. Ka pas marrë para 15 vjet në Londër. Po s'ka marrë vetëm për faktin e në Shqipëri kanë filluar racat të çunat e rinj që po rrin me fika me kështu valla. Ore këtu i ke të tërë 1-5 veta e ke me fik në xhepa. Këve janë njerëz normal që ecën me fika. Gocat. Por në Shqipëri kanë hecë me armë me guço. Deri në 2010-ën kanë hecë gjithë me armë me guço. Sot majnë o këta që kanë probleme, me vërtet, o majnë këta që kanë kap nej lek. A kupton? Po njerëzit normal nuk majnë armë, se është burgu 7-15 me të kap me armë, a kupton? 7-15, po besoj se kur e ke ti atë situatë, jetë diku te 5 vjet. Po e pate në shtëpi, e ke diku te 3 vjet burg. Po, mua beti është. Po e di sa është këtu e Olsi. 12-15. E di pra, po përne po të them pra se Londra nuk majnë armë, se është problem me të kap me armë. Nuk majnë. Ore pyet shunat. Bëhet fjalë për italian kanë bo Amerikën e italian janë tjetër kategori brenda. Nëse po flasim për Italia është tjetër më bërë.
Italia është tjetër më betur. Të thodhësh me lekë. Egër Londra. Më gucër ikë, gucër për shafoj. Londra është shumë e egër. Do futën në 13 vjeçar, po vrasin burra. E di, më e di. Ikë, gucër për shafoj, futën në prapë. Bles, No. bles. No,